Tashmë është bërë tradicionale që në kuadër të muajit të madhërisëm të Ramazanit dhe në prag të fesës së Fitër Bajramit, shoqata humanitare Bereqeti Dega në Prizren në koordinim me Galeria Shopping Mall të ndihmoj familje me nevojë. Këtë vit kryetari i kësaj organizate Kurtish Hoxhaj pohon se po ndihmojmë 45 familje në nevojë për festën e Fitër Bajramit. Shoqata Bereqeti dhe Galeria Shopping Mall në Prizren ka disa vite që bashkëpunojmë në drejtim humanitar për të ndihmuar familjet në nevojë, tregon Kurtish Hoxhaj. Shoqata humanitare Bereqeti Dega në Prizren edhe këtë vit në prag të festës së Fitër Bajramit në koordinim me Galeria Shopping Mall, pra disa vite me radhë shpërndojmë pako ushqimore për familjet në kushte të rënda ekonomike këtu në qytetin e Prizrenit. Këtë vit pra do shpërndojmë 45 pako për familjet në nevojë, të cilat janë përzgjedhur nga shoqata Bereqeti të shtresa dhe kategorive të ndryshme të shoqërisë, duke u munduar që të trajtojmë gjendjen e tyre të rënduar ekonomike pra në këtë festë të Fitër Bajramit. Unë shfrytëzoj rastin që të falenderoj për menaxhmentin e Galeria Shopping Mall për bashkëpunimin e mirë që ka me shoqatën Bereqeti që disa vite. Ndihmat e kësaj shoqate tashmë bashkë me donatorët e shumt është bërë ndihmë rëndësishme për sofrat e familjeve me nevojë tash e sa vite radhazi. Liri, me ju në çdo iftar.